Shbo pjesë e sajna, me të drejtën, me apo pa vedije politike, inercioni politik që ka udhëhec konstruimin e kuvendit, ose ma mirë me thonë, mos bat, na hala kena ndonë shkurtin e hapun, se kena kry krejt. Me vetë faktin që ki edhe një deponu me gjukat kushtetutëse edhe një kërkes, që shtë është e hapun. Po nëse gjukata kushtetutëse e shpall që kuvendi nuk është konstituu, zoti Haziri ju del një shkirë si maj madh i kushtetutës këtë rast. Kush? Si LDK? LDK, ja, absolutisht. Po, zoti Haziri thotë se ka votu. Jo si person në këtë rast, si zoti Haziri, sepse e kuptova votën e tij kundër, ose abstenim, s'po di. Po unë po them si organizat politike që o LDK. Aja që unë du me dalu në këtë rast, roli LDK-s ka qenë vazhdimisht i pozicionum dhe i qartë për i fillimit. Për mësë përdor për terme tjera. Pse i pozicionum dhe i qartë? Kemi thonë para non shkurtit, kjo është qëndrimi jonë, mësë prit një për neve shumë. Mas non shkurtit e kemi konfirmu, edhe mandejnë 2 letra, reagimi jonë ka qenë i konfirmum. Kur thot dikush, unë jam këtë pozicion politik, urna ndërto ura bashkëpunimi me të tjertë ka kallëzu ku e ka venin. Nuk dosh me prit për të i kësaj ma shumë prej neve. Aja që neve në këtë situatë nga ka ndodhe që duhet me morë mësim, mos bashkëpunimi, ku nga ka që neve. Kosovë, mungesën e vendimeve të vështirat politikanëve, për i qelë gjukata kushtetuse, gjukatësit për na i zgjedhën problemet. Po sepse ju politikanës për i zgjedhni, për e ebni gjukatësve, pas të ata gjukatësit duhet të kryjë. Nuk do të me na vendosë mënyrë lineare, me na botë përgjithshme barabarë që nuk jemi. Vendi është në një kontest kushtetus, zoti Haziri, me votën e LDK-s, që kjo mu po më intereson, që e konsideroni ju si në kryetari kësaj partije, nëse kjo gjukat vendos, në mund që e më kthye prap çështja e mos konstituimit kuvendit. Nuk kthehet, sipas bindjeve tona, nuk kthehet më sepse në vendimin e fundit është shumë i qartë, eksplicit vendimi i gjykatës që nuk trajton më çështje të tjera, nëse zgjidhet në kryetari 5 sipas kërkesës së vendimit të fundit, nuk është zgjedhur zoti Haziri sipas kërkesës vendimit. Tani ta shohim, por çështja ka të bëjë për konstatim, është thonë që është konstituu. Po ju e keni bërë për konsumim politik për me ngrënë zemrat e shumicës elektorale të Albin Kurtit, që janë 400.000 votues, po nuk e keni bërë për mbrojtjen e konstitucionit Kosovës. E pse këta ti mbrojnë zemrat e Albin Kurtit? Absolutisht. Pse këta? Po unë po bëj pyetje në këtë rast, pse dhe? Po pse mendon ti se e ke sugjestive këta? Ja, nuk është. Jo, mendimin e unë e kum shtetë dhe e kum thonë edhe herave tjera këtu. Kjo vot pro Rashiqit është vota antikushtetuese, me gjithë parametrat që është ndërtuar Republika e Kosovës. Zoti Haziri e din, po nuk po mund me thonë ose po dojnë me thonë që këta kanë vëshqit. Ata japo një primes. Këta kanë vëshqit në sentimentin anti-serb në kuvendin e Kosovës ku i ka kërku Albin Kurti aty janë. Në këta janë në orbit. Sepse s'dojnë me pranu sfidën e popullit Kosovës që këta po bashkëpunojnë me listën sërbë. Halil, mendoja anën tjetër politikisht, po e quajmë kështu, se jemi me zotin Nazire dhe natyrisht ajo ka mendimin e vet. A s'është ky një lloj presioni që LDK ja ka bërë zotit Kurti për ta hapur hapësirën e... Jo, ne nuk e shoh ashtu, absolutisht. Prit ta them pyetjen ti pastaj shihe ose mos e shih. Shembull për ta ezallru kohën. Kur shembull, nëse si ka numrat ata do duhet t'ia dorëzojnë dytit. A s'është kjo politikisht i mençur, potezi një subjekti politik opozitor? Po jo, se me shkelje kushtetuese nuk ka presion. Po këta po vetë shkelje, po i referohen gjykatës kushtetuese që s'është. Gjithë kushtim, na kemi diskutuar gjatë. Kjo shkelje mas kristal. Kushtetuese që nga 15 prilli nuk ka, që s'mund me pas. Që s'mund me adhon Shqipërinë në vendit. Mund, po s'mund ma. Mund është po masaj s'mund. Por, Kosova prej 15 prillit tonë gjendje permanente antikushtetuese sepse serbët, domthonjë shumica që i përfaqëson interesat e serbëve të Kosovës janë të papërfaqësuar në kuvend. To saktë din zoti Haziri. E din LDK-ja, din publiku që merr vesh në konstitucion, në kushtetutshmëri. Prandaj, me shkelje kushtetuese ti nuk e ke zgjidh asnjë problem. Ja ke vënë vendit ton një barë të madhe në qafë, që po do në me fundos. Sepse kjo është luftë e ashqyqashme, zoti Haziri, anti shtetit Ahtisarjan. Dhe këtu mos kemi asnjë dilemë. Vetëm një dallim duhet me po, kjo është në vendimin e fundit gjykatës kushtetuese thuhet
që zgjedhja e nënkretarës 4 është në frymë